Në pjesën e tretë të Studio Live gjithmonë krijohet hapësira personazheve të cilët kanë një talent të veçantë e që padyshim paraqiten ndryshe tek publiku, duke mahnitur pikërisht me formën në të cilën ata kanë kultivuar këtë talent të dhënë, por padyshim edhe qasjen që bëjnë në mënyrë publike. I tillë është rasti sotëm ku të kem mundësinë të komunikoj në këtë çast në një lidhje direkte nga Gjermania, kam zonjën Selvete Kelmendi, të cilën e përshëndes. Zonja Kelmendi, përshëndetje, kënaqësi t'ju kem në program. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit gjithashtu, ndërkohë ju keni një, po themi, talent të veçantë, fakti që mund të pikturoni në të njëjtën kohë edhe me duar, gjithashtu edhe me këmbë, por dua fillimisht të pyes së paku në lidhjen që keni me pikturën. Prej sa kohësh e ushtroni këtë aktivitet, po themi, që padyshim kërkon talent të brendshëm, por gjithashtu edhe për kushtim të jashtëm, pra prakticitetin? Artën e kam dashur qysh kur isha e vogël. Kam filluar vonë kur fëmija kanë qenë në shkollë fillore. Mirë po vetëm nga pak, nuk i kam kushtuar kohë aq shumë, pasi që edhe kam kryer një shkollë profesionale këtu në Gjermani dhe kam punuar disa vite edukatore. Tash për momentin punoj në komunë, koordinatore për refugjat. Gjithashtu edhe kam punoj në shkollë private ku i dha kurset e zatimit në semestrat caktuar. Desha me theksu që nuk kum pas edhe aq shumë kohë me kushtu artët. Pra pikturës edhe për shkak të angazhimeve të tjera. Nëse ndalemi konkretisht, unë përmenda pak më herët, por regjia në këtë çast na dha edhe disa plane që na ndihmuan shumë edhe për shikuesit në mënyrën se si ju pikturoni. Tani, kjo është një aftësi tepër e rrallë. Ju mund të pikturoni njëkohësisht, pra i bëni njëkohësisht të 4 pikturat, pra mund të pikturoni edhe me këmbë njëkohësisht edhe me duar, i jepni kohë secilës prej tyre, apo mund të bëni të gjitha në një kohë të caktuar? Unë vizatoj me duar dhe me këmbë të njëjtën kohë 4 fotografi, domethënë 4 piktura. Këtë arrini ta bëni instinktivisht apo edhe duke vështruar ndërkohë me sy, se duhet t'i çoni të paktën që vështrimi juaj duhet të jetë i njëkohshëm nga vështrimin tek të 4 pikturat apo jo? Ton funksionon, domethënë truri i vogël me të madhen, harmonojnë shumë mirë dhe funksionon, të unë vjen lehtë. Unë vetëm vizatoj. Ju kuptoj që keni pak emocione tani, se nuk keni mësuar me intervista, ndërkohë që talenti juaj është në një tjetër fushë. Jam i sigurt që do u largohen pak sekonda më pas. Ndërkohë, dua t'ju pyes pikërisht mbi këtë çështje. Kur pikturoni, është kjo një talent që padyshim e keni kuptuar në një kohë të caktuar, apo jeni ushtruar për këtë gjë? Pra dua të them, jeni përpjekur enka se të bëni këtë formë të tillë duke bërë ushtrime të përditshme, apo është diçka që e keni si thosh, brenda qenies tuaje, si individ? Asnjëherë nuk kam ushtruar në mënyrë eksplicite. Kjo ka ardhur vetëm që domethënë arti është pasioni imi dhe dashuria që kam ndaj artit më ka motivuar që të eksploroj në këtë drejtim ose në fusha të reja. Sikur me duar dhe me këmbë njëkohësisht ose me 2 duar. Ndërkohë, në këtë formë, pra edhe me duar të pikturoni, por gjithashtu edhe me këmbë njëkohësisht, kur keni nisur? Pra sa kohë, kur e keni kuptuar për të parë që mund ta bëni këtë gjë? Këtë me sa më kujtohet 2022. 2022. Ndërkohë, çfarë pikturash? Po? Më fal, nuk vizatoj çdo herë, pasi që sigurisht kohën e kam shfryzuar dhe më pëlqejnë edhe aktivitete tjera më marr. Cilat kanë qenë pikturat kryesore që keni bërë në këtë formë? Keni bërë disa prej tyre apo vetëm paksa për ta demonstruar? Kam bërë më shumë të portre, tyrat njerëzve. Kështu. Ndërkohë, sa i takon përkushtimit që ju bëni, besoj ju merr më tepër energji apo për ju është e njëjtë, njësi të pikturosh në 1, në 2 apo dhe në 4?
Për mua është lloj meditimi, kuptohet që nevojitet shumë koncentrim, qetësi, edhe lodhna shpejt kur vizatoj me duar dhe me këmbë, po njëkohësisht e ndi veten shumë mirë edhe më bën të ndihem mirë. Qartë, sa kohë ju merr relativisht një punimi i tillë, cila ka qenë periudha më e gjatë që jeni përkushtuar për të bërë një pikturë? Kur i kom zatu 4 për 3, kam qenë në disa media gjermane dhe më ka dasht nevojita, domethënë më ka dasht 4 javë. Po ndërkohë ju dalin të njëjta pikturat në të katërta forma, nuk ka asnjë ndryshimi? Normal dallon pak nga dora dhe këmba, po unë e ndi veten, kush i sheh ju pëlqen. Po sigurisht, është për të vlerësuar në fakt. Jam kurioz të di çfarë kanë qenë, cilat kanë qenë reagimet e para nga qytetarët teksa kanë parë një aftësi të tillë. Kur t'i shohin qytetarët, ose domethënë njerëz që njohin këto, befasohen, ju pëlqejnë, marr komente pozitive. Ju sigurisht jeni angazhuar me shumë punë të tjera, sigurisht më prezantuat pak veten në fillim edhe unë jam njohur fakt dhe me informacione që lidhen me jetën tuaj, me aktivitetin, por këtë po e them në kuadër të një batute dhe shakaje. Nëse ju do t'i përkushtoheni 100% pikturës, kam përshtypjen do kishit prodhimtari shumë të lartë edhe për kërkesat më pas do të arrini t'i menaxhoni në një kohë, sepse të bësh 4 piktura e kohësisht sigurisht që është advance edhe kjo. Nuk e keni parë asnjëherë në kontekstin e në thonjza biznesit ose përkushtimit maksimal për të marrë vetëm me këtë gjë? Kam pas shumë kërkesa, po pasi që e kam punën e rregullt. Hobin e kam vetëm si artin e kam vetëm si hobi. E kuptoj, pra e praktikon më së tepërmi për të qetësuar. Më pëlqen kështu, me pasi. Okej, ndërkohë është ky një lloj forme arti që ju dëshironi ta përsillni ndoshta tek brezat e rinj, ju kërkojnë edhe në kurset që bëni të bëjnë të njëjtën gjë? Të rinjt, fëmijët ose piktorët? Fëmijët, po? Unë japi kurse në një shkollë private këtu dhe klientët ose nxënësat janë shumë të entuziazmuar. Po? Ju pëlqen stili im, pak më ndryshe dhe kam shumë dëshirë dijen time që jo jap atyne rreth artit. Nëse ne për shembull ju kërkojmë të praktikoni diçka, të bëni një improvizim tani, do të mund që ta bënit sa për t'ia treguar publikut? Po, tash do të vizatoj me dy duart në njëjtën kohë. Okej, atëherë nuk e di nëse do kemi mundësi ta shohim pak edhe nëpërmjet të pamjeve që regjia. Ndërkohë, kjo është edhe forma se si arrin të pikturoj në të dyja duarët njëkohësisht, sigurisht që kërkon përqendrim maksimal. E kemi tani edhe pamjen direkte. Okej. Vetëm pak do të më Po, sa po të rregullohet edhe kamera, e kuptoj që është pak e vështirë edhe në kushte shtëpie, sepse duhet të ketë një plan i mirëfillt që të transmetohet në regji, por ashtu sikurse jeni në kushtet e shtëpisë, mund ju ndjekim edhe në këtë kontekst. Okej, jemi gati. Nështë duket? Po. Pak më nga e majta juaj, nga krau tjetër, besoj të jeni më rregull. Tash? Se nuk po... Edhe pak më anash, edhe pak të lutem dhe okej, mi rregull. Atëherë po e bëjmë regjin nga këtu. Mirë, e provojmë. Pak e emocionuar, po do të provoj. Nuk e kemi, të kërkoj shumë ndjes, nuk e kemi ende të qartë, nëse ju lutem regjia dikush mund ta ulëheqin, ta tregoj dhe më pas mund të lidhim sërish. Jemi pikërisht në një komunikim të drejt për drejt në këtë çast me zonjën Selvete Kelmendi, sa i takon dhe mënyrës saj që po pikturon në të katra, po themi kështu, gjymtyrët pikërisht me duar, por gjithashtu edhe me këmbë. Këto janë pamjet që na serviru më herët
sa i përket pikërisht formës së vizatimit. Është një talent i rrallë që padyshim kërkon shumë punë në aspektin teknik, një praktik shumë të mirë të përkushtimit, por që mund të arrihet. Në fakt, zonja Kelmendi ka theksuar edhe gjatë lidhjes që e bëri së bashku me ne, që është padyshim një talent i rrallë që e kërkojnë edhe shumë qytetarë të tjerë, kushtron dhe kushtin që ta mësojnë, mirë po kjo ka vështirësinë e vet. Më njofton regjia në këtë çast që e kemi. Okej, tani jemi së bashku. Po, jemi në rregull tani. Zonja Kelmendi, jemi bashkë. Çfarë do të pikturosh? Do të vizatoj dy sy me dy. Okej, ndërkohë që mund të ecim. Në njëjtën kohë. Po. Unë po përpiqem që të mos i bëj shumë pyetje zonjës Kelmendi, se gjatë bisedës që kanë bërë gjatë ditës së sotme, më theksoj që është paksa e vështirë që në të njëjtën kohë edhe të përqendrohet te piktura, por gjithashtu të japin edhe vëmendjen për të dhënë përgjigjet. Në këtë kontekst është duke u përpjekur të bëj dy vizatime njëkohësisht, siç e shohim edhe nëpërmjet pamjeve. Live janë dy sys, sipas edhe përzgjedhjes që zonja Kelmendi ka bërë vetë. Në këtë formë arrin që të pikturojnë me të dyja duart. Për të gjithë ata që mund ta bëjnë nga shtëpia, jam i sigurt që do të jenë të rrallë, por që mund të konsiderohen talent të veçantë, njëjtë siç po bën dhe zonja Kelmendi pikërisht në këtë çast vizatimin në kohë reale të dy syve. Jam i sigurt që në njërin formë ka një lloj përshpejtimi të procedurës, ndoshta edhe për kushtimin që merr njëri sy, ndërsa nëse do të provonte që të bënte një pikturë në mënyrë direkte me të katra gjymtyrët, padyshim që do të kërkonte një përkushtim edhe më të madh, është krejt normale që duhet të vëzhgosh në të katra piktura njëkohësisht e më pas të marrësh kohën edhe për të përgjigjur. Në këtë çast jemi në fazën e parë të skicës së pikturimit të dy syve, ku padyshim edhe përkushtimi duhet të jetë maksimal, ku nuk po përpiqem ta pyes shumë në këtë çast. Nuk e di, po përpiqem të bëj një lloj shpërqendrimi nëse do arrish të japësh dot një përgjigje. Forma më e shpejtë të piktururit është kur je në momente qetësie, kur je pak e nevrikosur, pra si arrin ta pasqyrosh artin më mirë. Kur jam vetëm shpejt. Pas edhe shqetësimi tjetër, qartë. E kuptova nga përgjigjja e shkurtër. Okej. Mirë. Mirë, sa për ide është e kuptueshme? Okej, mjafton apo me krye? Jo, mjafton për mos të zgjatur më tej, e kuptova edhe idenë. Është diçka që mund të përgëzohet në këtë çast, e unë ju komplimentoj pikërisht edhe për mundësinë që keni për të bërë të tilla gjëra, por patjetër edhe për të transmetuar publikisht, pse jo, formën në të cilën ju krijoni pra dhe përcjellni artin tuaj. Është kënaqësi shumë, nuk e di në të ardhmen se çfarë plani keni, nëse doni të përkushtoni më shumë në pikturën, apo është gjithçka që në kuadër të hobit personal edhe kaq? Nuk e di se si vje ardhmja, për momentin është hobi është një hobi që e dua dhe më bën të ndjen mirë. Kështu. Okej, e rëndësishme është të bëhet gjithmonë atë çka ndjeni e lirë dhe që shpirti kërkon. Faleminderit shumë zonja Kelmendi, kënaqësi ty kisha në program. Faleminderit për ftesën, gjithat mirat.